Kjo është një ëndër besoj sepse në fillim kur kam filluar me kombëtarin se kam menu kur që ndoshta mund të bes në historinë e kombëtarës shqiptare për rekorde ndeshjesh, kështu që tani që po arri, shpresoj që të arri sa më shpejt, është një ëndër që po plotësohet, që nga fëmijë s'kam menu kur si thash që do arri apo ja që mund të arrijë në ëndër. Po jo, se kam menu kur me thënë vërtetën, sepse në kombëtare dihet që mund të thirrin, mund mos thirrin, varet se sa prezenca mund bësh, është shumë e vështirë, duan shumë vjet që të jesh gjithmonë prezent me kombëtarin, po si thash është një ëndër që kur fillon dhe afrohesh asaj pjesës që mund të arrish rekordin, e kupton dhe vetë që mund të arrish me vërtet dhe po mund bëhet realitet, kështu që unë po jetoj dhe shpresoj që të arrij sa më shpejt. Po urime, normal që gjaja parë që janë është familja që gjithmonë ka mbështet dhe gjithmonë po e kanë prit këtë moment për një histori që do të mes gjithmonë dhe do ta shohin dhe fëmijët e mi këtë gjë që unë paktën në kombëtare e kam lënë emrin tim dhe do jetë për shumë kohë i shkruajtur në këtë regjistër. Po, ka pas qenë që kam pas luajtur një ndeshje Serie B me Citadelën dhe pa të marrë telefon në Debiazi vetë. Më pa thënë që në gjë që do vi të shoh ndeshjen dhe do vendosi nëse do të marr apo s'do të marr në kombëtaren A. Maj mend se që ishte edhe babi, se do ishim për Shqipëri, kishim pushimet, kishim ndeshjen dhe pastaj kishim ndeshjen me kombëtaren e pushimet që ose do ikja. Maj mend që mbas ndeshjes morën karton kuq në atë ndeshje dhe ishte në mendin tim ishte mos që do bëj tani se do më thirrin Debiazi o si do ja baj. Bas në ishte merr telefon Debiazi më thotë ndigjo, do vish të prezantohesh te kombëtarja, je i thirrur dhe gjithë rrugën me babën një emocion i madh. E mbaj vend që atë ditë që kur futa ndeshje me Gjergjin, kishim bluzat shumë mëdha, se unë isha edhe i vogël atëherë. Ishte shi, ishte fushë shumë e keqe, gjitha më të qiet, po gjithçka u bë bukur në atë moment që unë debutova me kombëtaren dhe pastaj më thirrri edhe herë tjera me Norvegjin që luajmë edhe Norvegji që fituam. Dhe nga i moment që jam ndarë nga kombëtare, gjithmonë jam qenë prezent. Po, gjithmonë kur vjen kombëtare dhe të arrish të objektiva si prezencat ose si t'jesh dhe kapiten, gjithmonë është një nder dhe një respekt ndaj meje dhe ndaj vetvetes, sepse të arrish t'jesh dhe kapiten i kombëtares është një gjë shumë e bukur. Gjithkush e ndron, besoj, çdo lojtar dëshiron të jetë kapiten e një kombëtare, që njohin gjithë. Dhe normal që ishte një gjë shumë e bukur, po të më drejtë nuk është se një shirit kapiteni mund të ndryshojnë emocionet ose gjendjen ose kush je ti në kombëtare, kështu që ajo thjesht është një nder ta kesh, po besoj si gjithë çunat to janë si kapitena. Kam shumë kujtime të bukura me të thënë drejtën, nuk është se është një episod sepse gjithmonë me Shqipërinë ke shumë emocione me të thënë drejtën, se jena një ekip i vogël që nuk besojnë shumë njerëz dhe s'kan besu kur shumë njerëz që ne do arrijmë bëjmë 2 europiane ose Shqipëria tjetë në një level që tani gjithë thojnë kur vjen me lujt me Shqipërinë ka letherik dhe nuk vinë gjithë si gjithmonë, po emocionet kam shumë të ndërejtën, si Europiane i parë, ndeshje kur kualifikume në Armeni, ashtë janë një nga emocionet e mlaje, sepse me të vërtet i ri me kombëtaren s'kishte arrit kur dhe të arrish në një Europian, si Europian i dytë janë emocionet forta, si edhe momentet e këqija janë emocionet që duhet t'i mësojmë dhe t'a kalojmë këtë moment si gjithë lojtarët duhet t'a dinë këtë, momentet me kombëtar mund t'kesh bukra shumë dhe mund t'kesh momentet e këqija. Po shpresoj që t'arrijm dhe një moment që unë e pres që t'jetë botëror i noshta, nuk e di nëse mund t'arrijm ose nëse do arrijm në herë, kjo do t'jetë, besoj do t'ishte momenti i jetës më i bukur. Ma Hillu, kam shumë kujtime, edhe t'Hillu, nuk është se gjithmonë është e bukur këtu t'jesh në prezencë kombëtare. Kemi pas momente të këqija, si në Europian, pa dhe një moment temin personal shumë keq, po që shqyqër zotit do një tip që i momentet të këqija mund të reagoj ose mund të mos të reagoj, po shumicë e raste ja kam dal vetë, ja dal para. Kam pas nimin e familjes teme gjithmonë që janë vetmit që besoj që dojnë me të vërtet. Pastaj kanë qenë dhe ca lojtarë të kombëtare që mu më kanë nimu personalisht me nejtë mrena grupit që me kalu sa më shpejt. Po mbasi e kalon momentin gjithmonë menon që në jetë duhet t'i kesh edhe këtë momente, se nuk është se mund t'jesh gjithmonë i kënaqur e lumtur, si dhe në jetë normale, çdo kush ka problemet e veta dhe duhet ta dinë ta kalojnë vetë. Kjo është një pyetje e bukur, sepse besoj që kur të arrish një moment që njerëzit mund të thonë që ti duhet të ke arrit maksimumin ose ku do shkosh tani. Besoj që duhet të jetoj si e kam jetuar 18 vjeç. Kur kam ardhur herën e parë tonë, s'kam ditë sa mund të ri, sa prezencë mund të mbaj, kështu që tani jam
duke bërë rekordin e prezencave dhe pse mos ta vazhdoj sigurisht 18 vjeç, deri në momentin që ta shoh me vërtet që ndoshta mos më t'jap më dhe do të tërheqem nga kohë kombëtare, po tani për tani jam gati, jam akoma i ri për të vazhduar përpara.